Ezër të nderuar, xhamatlit e pranishëm, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na mundsoi dhe këtë ditë që ta agjërojmë së bashku. Lutem Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala të na pranon agjërimin, të na pranon punët e mira, veprat e mira, e t'i gjejmë në peshorën e ditën e Kiametit të shumë fishuar nga Allahu Azza wa Jall. Allahumma amin. Vazhdojmë me nën serialin tregimet më të bukura të Kur'anit, ku në dersin e kaluar e përfunduam ngjarjen e pejgamberit të madh që e kishte një histori të gjatë në thirrjen e tij, pas një mundi të madh, pas një përpiqje të madhe, pas një angazhimi të madh, pas një sabri të madh, erdhi dhe dënimi I atij popullit që e meritonte për shkak një kohë të gjatë që I thirrti në dinin e Allahut Azza wa Jall, dhe pastaj hipja në anije dhe shpëtimi deri në ndaljen dhe në zbritjen e anijes, ku zbritën aty vetëm se, siç kemi treguar, ishte një numër I vogël deri në 80 persona me familjarët e tyre dhe 3 djemt e Nuhut a.s. Dhe treguan pas vdekjes së Nuhut a.s. djemt e tij filluan të shpërndahen në përsipërfaqen e tokës, dhe treguam se Allahu Azza wa Jall thot humul bakun. Ata janë djemt e Nuhut a.s. që prej tyre pastaj është shumu dhe janë shumu njerëzimi dhe popujt. E njëri prej tyre I kishte emrin Sam, tjetri I kishte emrin Ham dhe njëri I kishte emrin Jafith. Ç'kti Sam është baba I arabëve. Dhe ky u largua dhe shkoi ka gadiqur arabik, ka pjesa e Yemenit, të sodit. Dhe njëri I cili ishte Ham është baba I afrikanëve, ka pjesa e Afrikës. Dhe tjetri Jafith ishte ka aziatikët, ka ana e kinezve, mongolve, turkmenve që I thojnë Ebu Turk, baba I turkëve. Krejt ata që I kanë sytë e ajtme, që I përgjojnë kinezve, e koreanëve, e Tajikistan, e Uzbekistan, e ketë ajo pjesa, dhe thot baba I ketë këtyre është Jafith. Dhe Allahu Azza wa Jall pasi që I lanë tokëta dhe u shumuan dhe ju dha begati dhe mirësi të madhe, tha pas arsmit e Nuhut a.s. Pas një kohë, nuk shkoi një kohë shumë e gjatë, filluan njerëzit përsëri të kthehen në adhurimin e idhujve. Dhe shpesh herë, kur e shohim në ndonjë vend që ka shumë islam dhe ka shumë musliman, dhe se Islami lulëzon dhe ta merr mendja që asnjëherë këtu nuk do të dobësohet feja. Ju nëse keni ndëgjuar më herët diturinë që e kanë pasën, dietarët e ilmit janë konë në Bagdad edhe janë konë në Iranin e sodit. Edhe ehli sunnetit, dietarët e sunnetit mëdhej kanë konë atje. Me kohë është kthi Iranin mushrik. Janë kthi në adhurimin e idhujve, në adhurimin e Hasanit, Husejnit, në adhurimin e Alijes, Fatimës, janë kthi në adhurimin e se bje me shkue, e shekibla në ketona, njerëzit bëjnë sejdë në antonën tjetër. Ti thu tash, a këto ka di kible, disa bëjnë kible, ka qabja, disa bëjnë kible ka Hasani dhe Husejni. Edhe nuk është çudi që pasi njerëzit kthehen te uhid, vjen një kohë, nëse s'ka dietar, nëse s'ka hoxhallar, nëse nuk ka dije, nëse njerëzit nuk I udhëzon në rrugën e drejtë, në besimin e njohurinë Allahut Azza wa Jall, dhe nuk pajisen me dituri, nuk e çon fëmijën prej vogël me mektebet e hoxhallar, ta mësojë Kur'anin, ta mësojë fejen, ta mësojë dinin, nuk ka lidhje pse je hoxh, as nuk ka lidhje pse je haxhi, as nuk ka lidhje pse ti ke qenë fetar dhe I ki fal 5 kohë namaz. Ka shumë që njohmin mesin ton, që baballarët kanë qenë burra të mirë po fëmijët e atyve sot nuk janë askund. Pse? Se nuk janë marrë me mësimin. Pse Allahu Azza wa Jall çdo kohë pas kohë ka çu pejgamber për me ripërtri njerëzve fejen. Për me I kthi dhe krejt pejgamber të Allahut thot: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul." Çdo popull të Allahut kemi dërguar pejgamber. Çka ka qenë mesazhi atyre kryesor? Në kryesorën
en ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Ta adhuroni Allahun dhe të largoni nga çdo gjë përpas Allahut, idhuj, çka do të qoftë çka adhurohet përpas Allahut, e ka epitetin e tij tagut, i parë është iblisi, e pastaj çdo idhuj dhe çdo adhurues tjetër që adhurohet përpas Allahut azza wa jall konsiderohet të thotë tagut. Kështu ka qenë domethënë. E ta shka bon, Allahu azza wa jall pasi që jep mirësi të mëdha, pas kohe që ki i cili është quajtur Sam, lindin pas këti disa parsardhës derisa vijnë arabët, të cilët janë quajtur populli Ad dhe populli Thamud. Ki Adi është fisi në të cilën Allahu azza wa jall pastaj e çon kanë një pejgamber të Allahut azza wa jall me i thirr në fe, është Hudi alayhis salam. E Hudi është biri i këtij i cili është Iram, e Irami është biri i Adit, e Adi pastaj biri i kujna tregu më herët, i Sam, baba i arabëve. Baba i arabëve te kush? Te Nuhu. Nuhu baba i vet, pastaj biri i ven Sam. Prej Samit është ki i cili është Iram. Iram e dhatil imad, Allah azza wa jalla e ka përmend Kur'an. Pastaj Ad, e Adi kush është? Është një fis dhe pas ardhit ka ardhur një fis tjetër i cili është Thamud. Në këtë fis që e ka dërguar Allahu azza wa jalla Hudin, thuhet se arabët janë ndonë dy pjesë. Arab të cilët janë arab original arab. Original arab janë Adi edhe Thamudi. Prej Adit dhe Thamudit pastaj kanë dalë Kahtanët, kanë dalë Gjurhumët në mesin e këtyre. Mirë po ka arab që janë në origjinë, që janë zhduk këto. I ka dënu Allahu azza wa jall këta njerëzi, janë zhduk, nuk kanë mbetën kush? Kahtanët, Gjurhumët, të cilët pastaj prej Gjurhumëve kush vjen? Një pejgamber i Allahut i cili shkon në Kabe dhe ati e stacionon bashortën e tij me djalin e tij, i cili është Ismaili alayhis salam, dhe është një fis i vjetër prej Jemeni që janë Gjurhum quhen ata. Ati Ismaili alayhis salam martohet me ata dhe mëson gjuhën arabe. Edhe këtu kemi dy lloj arab. Te arabët janë dy lloj arab. Arabët që janë në origjinë që kanë qenë arab, sikur Adi dhe Thamudi, ata i ka dënuar Allahu azza wa jalla, siç do të shohim, se ata janë rebeluar ndaj pejgamberëve, e kanë thirrur urdhën e pejgamberëve, nuk janë përgjigj ftesës Allahut, kanë bë kryelarsin në tokë, i kanë bë zullum në për tokë dhe ka ardhur dënimi i Allahut azza wa jalla i ka shkatruar. E pastaj kanë mbetën Gjurhumët, Kahtanët. Edhe arabët e tjerë që janë, pse rredhin, kush çish rredhin pite Ismaili alayhis salam. Ismaili alayhis salam është i pari jo arab, se është djali i kujna, i Ibrahimit alayhis salam. Ne tregum se prej te Ademi alayhis salam deri te Nuhi ishten 10 gjenerata. 10 shekuj. Pastaj pite Nuhi deri te Ibrahimi ishin edhe 10 shekuj tjerë. E Ibrahimi alayhis salam është baba i Ismailit. E Ismaili mas 20 shekujve fillon me u bashku me këtë fisin që janë Gjurhum, të cilët kishin ardhur pi Jemeni, se kishte pas thatësin, ishin stacionuar në Mekë, edhe ati kish fillu burimi i Zemzemit, edhe kishin prit ato se po rina këtu një kohë derisa thahet, se ato kishin bërë një burim, ishte tha, pastaj kishin shku, ishin kon endacak. A kena ndëgju se arabët kanë qenë endacak, kanë hes pini vendit me një vend. Pse? Ka pas ujë në qatë vend kanë net. Kur osos ujë kanë marrë teshat, kanë shku në tjetër vend. S'kanë pasën vend qendrim. Deri kur? Deri sa ka arë Zemzemi, e kanë pasën një ditë spososët, me vjetë spososët, janë qëndru në atë vend ati. Edhe e kanë martue, Ismail alayhis salam, ja kanë dhonë një qik, e kanë bo dhondër, janë miqasu dhe e kanë shfridzu edhe ata ujën e Zemzemit edhe vendin që kanë qenë ati. I pare që ka fillu me fol arabisht, pastaj është Ismail alayhis salam. E thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, Kurejshitët e kanë preardhën prej kuj? Prej Ismailit. Nuk e kanë prej Kahtanve, prej Gjurhumve. As se kanë prej Adit, as Thamudit, po e kanë prej Ismailit. Prej Ismailit alayhis salam, Kurejshitët e pejgamberi alayhis salatu wassalam thot stërgjyshi im thot është Ismaili alayhis salam. Do të thonë Kurejshitët, Hashibitët janë musta'arabe. Ata që janë arabizu prej te Ismaili alayhis salam deri te
deri te Muhamedi alayhi salatu wasalam. Për ata thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, baba jon Ibrahimi, e përmend shpesh thot baba jon Ibrahimi. Kur i mësonte baba jon Ibrahimi Ismailin dhe Ishakun, lidhet deri te Ibrahimi alayhi salam. Pse se Ismaili është djali i Ibrahimit alayhi salatu wasalam. E thot Iram, çki Iram dhatil imad, është stërgjishi i Adit. Për ata thot këto janë stacionue ku e kanë pasën gjeografin ati, janë konë mes Jemenit, ku është Jemeni, dhe tjetrës pjesë e cila ka qenë ka Jordani. Në Jemen që ati, Allahu Azza wa Jalla ka dhënë thot aq mirësi këtive personave që e cek edhe origjinën thot Hudi është i biri Abdullahut, i biri Khaldunit, i biri Adit, i biri Isamit dhe i biri Nuhit. Do më thonën Hudi a.s. stërgjishi i ti kush është Nuhi a.s. Dhe prej këti Isamit do thot Allah Azza wa Jalla ka dërgu edhe Hudin e ka dërgu si pejgamber. Dhe këto banimi këtive, Allah e ka cek edhe surë edhe me emër, surën Hud, e ka përmen, po e ka përmenën Adin shpesh, po e ka përmenën e në surët el Ahqaf. Ahqaf është vendi ku kanë banu këto. Ahqaf, në gjuhën arabe, në terminologji është kodrin, një kodër, apo kodrin që është me guraleca, apo me gur shumë të im, që përsoj qohët pluri. Do më thonë Ahqaf. Allahu Azza wa Jalla e përmen se këto kanë jetuar në Hadramaut, mes Omanit, do më thonë edhe Jemenit, i cili është Hadramaut Jemeni, dhe tregon se këta njerëz kanë qenë njerëzi që thëjnë dallum prej ketë njerëzive në botë. Pse janë konë dallum? Allah Azza wa Jalla këtive njerëzive të Adit ju ka dhonën aq fuqi dhe aq janë dallu derisa në transmetime, s'na marrim, njeri më i gjati prej tyre i ka pas 100 metre. 100 metre ka qenë një mohon i madh. Thot Allahu Azza wa Jalla i sheh ato si palmat e hurmave. Kur a dini palm hurmave që është e madhe, njeri që në tokë kur do me mbledh hurma çish duket njeri me palmën. Çashtu janë kon populli atë fort, fuqishëm të mëdhej, më i vogël petive, më i shkurtë 60 metra i ka pas. Para me në do më thonë, atë që janë konë të mëdhej këta njerëzi, më thonë, atë që të fuqishëm janë konë këta njerëzi, deri sa i përshunë Allahu Azza wa Jall, fikulli rimin të abethun. Në gjdo kodër, që e kanë pa një kodër të madhe të gjigante, ju ka kujtu, ka shku kodrën e ka gdhen me dorë të veta, edhe e ka ndreq palat. E kini pa në për historik në për këto filme, dokumentar, janë do kodra, janë të vizatum me shtyllat bukura, me himjet bukur të mdoja, du më thonë edhe ajo derë është gjigante, është shumë e madhe, njeri kur të shkon është shumë i vogël në krahasim atë himjen e madhe, janë konë njerëzit mëdhej. E thot, as pi krelartësijës që e kanë pasën, pi të mirave Allah ju ka dhonë fuqi, ju ka dhonë fëmijë shumë, ju ka dhonë qash bereqet, ju ka dhonë lumej, ju ka dhonë ari qatë shumë, pasurit madhe, kopshte, çdo sen këtive njerëzive, edhe kanë muhu Allahun Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla e dërgon këtë pejgamber për të i thirrë dinin e Allahut Azza wa Jalla. Çka kanë bëu këto për arrogancisë? I kanë thonë këtij pejgamberit, nëse ti pretendon që je pejgamberi i Allahut Azza wa Jalla dhe pretendon që ti na thirr neve në vërtet, na bër neve argumente. Ki ka thonë jam pejgamberi i Allahut, unë kum ardhur tek ju se Zoti më ka dërgu, inni nasihun amin, unë jam këshillues dhe jam besnik për juve. Ju ka shpjeguar normal pejgamberi i Allahut i shpjegon për xhenetin, i shpjegon për mirësitë e xhenetit dhe ju ka shpjeguar se ka një ditë kiametit dhe ka zarm xhenemit. Ka thonë çka ka atje në xhenet? Ka thonë atje ka, e kena treguar edhe në disa ligjërata se në xhenet ka pallate, po ka edhe tenda, shatora të mëdha me zbukurimet ndryshme. Çka kanë bëu? I kanë zbukuru kodrat, pallatet mëdha dhe kanë zbrit poshtë, kanë ndërtue tendet mëdha, e shtyllat e tendës i kanë pas pi arit, e përpara i kanë bëu disa lumej, lum ujë, pastaj kanë bëu lum prej vene, e ka thonën kopshte, çat gjelbrimi i madh i ka thonë, nëse ti po thu ka xhenet, çat xhenetin e kina ndonjë, këtë mirat i kina këtu, s'kena nevojë për xhenetin.
që po na thirr neve të në xhenet. Aq mirësi të mëdha që i kishte dhënë Allahu Azza wa Jall këtyve njerëzve. Me gjitha ta këta i ka adhuruar 3 idhuj. Njoni për tyre ka pasën sada, tjetër e ka pasën sumat, tjetër e ka pasën hara. Në më thonë, këto 3 idhuj kanë fillu mi adhuruar, edhe nuk është kom pun mi praktista idhujt. Edhe i kanë thonën, pejgamberit Allahut, kanë thonën, këta janë zotrat tonë, ti që po na thirr neve, je bo ka krija pak si jo normal, ka thonën edhe të ka kap duaja e këtive idhujve se ne kina bo dua që Allahu të ta marrë mendin edhe për ata nuk i diti çka fol. E kanë akuzu për të çmendur. E ka thonën wa ila adin akhahum huda. Allah Azza wa Jalla thotë te populli Ad e dërguan vllajën e tyre Hudin. Tash tu dietar thënë vlla, çka konsiderohet vlla? Një është vlla i cili është pe kombit, a lejohet shembull me i thonën një shqiptarit që nuk ka musliman, me i thonën është vllavi jem. Lejohet me i thonën se është vlla i gjakit, vlla i popullit, vlla i kombit. Edhe muslimanit i cili e kije pe islamit i thot vllajat. Mirë po, a ban me i thonën Maqedonit, a ban me i thonën Amerikanit dhe Serbit vllai jon? Ja. Se ai nuk është as me fe, po as nuk është me komp. Edhe nuk lejohet me i thonë vlla. Në 2 mënyra thotë vlla. Vlla që është pi gjakit ose pi popullit tan, pi kombit tan, vlla shqiptar që janë këtë shqiptar. Edhe vlla, domethënë musliman. Çka thon Allahu Azza wa Jall, wa ila adin akhahum huda. Kur Allahu Azza wa Jall e çoi tek populli i vet vllaun e tyre. Domethënë vlla, Huda se më kanë pejgamber edhe kanë besimtar. Atis nuk janë kanë besimtar. Nuk janë kanë populli që i kanë besuar. Mirë po ka thonë te vllau vet se ka qenë i fisit të Hudit alayhis salam. I ka urdhëruar që ta adhurojnë Allahun Azza wa Jall, ti braktisin idhujt, sikur këtë pejgamber të tjerë, i ka urdhëruar që të pendohen dhe të kthehen tek Allahu Azza wa Jall dhe ta lënë zullumin dhe ta falenderojnë Allahun për mirësitë se Allahu ju ka dhënë çat shumë mirësi saqë lem yukhlaq mithluha fil bilad. Ato mirësitë që i kanë pasën nuk jo është dhënë as kujt në atë kohë mirësi si që është dhënë këtij popullit i cili ka qenë Ad dhe fuqinë që e kanë pas ata dhe pozitën që e kanë pas ata nuk e ka pas asnjë popull tjetër. E ka thonë e keni nevojë me falendëruar Allahun Azza wa Jall. Ja qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayri afala tattaqun. O popullim, adhuroni Allahun, nuk ka zot tjetër përposa Allahut, a nuk i keni frikë Allahut Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala sa të mira ju ka dhënë e ju po e mohoni Allahun subhanahu wa taala. E thot yursilis sama aleikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatin. Qëra i ka dhënë Allahu Azza wa Jall për ju çon juve bollok. Këto të mira, këto lumet që e keni këto gjona janë prej bereqetit që Allahu Azza wa Jall va zbrit në tokë. Nëse ju e falenderoni Allahun, Allahu ka me ta shtuar. Allahu Azza wa Jall shka thot me një ajet, "Wala in shakartum la azidannakum." Nëse ju e falenderoni Allahun, Allahu ka me vashtu juve të mira. "Wala in kafartum", nëse ju e mohoni të mirat e Allahut, "Inna adhaba Allahi la shadid", se dënimi i Allahut është i dhëmshëm. Ai ju ka thonën, kërkoni istikfar, Allahu ka me vashtu juve të mirat. O ju mditkum kuweten ila kuwetikum. Kam jashtu fuqien edhe kini me pos fuqin për fuqie dhe kini me ukonën ma të fuqishëm Allah se sa jeni tash. Mirë po, ata e kanë përgjenjështru dhe thot këtë pengamberin Allahut, inni e khafu aleikum adhabe jomin adhim, ka thonë nëse nuk ju përgjigj një ftesës time, nëse nuk adhuroni Allahun, nëse nuk i praktis një idhujt, dijeni se qka kam ju kap një dënim i cili është dënimi i dhemshëm, i cili është dënimi i ahiretit, pra dënimi kur të dalim para Allahut Azza wa Jall. E thot, wa tabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun. Ju ka kujtue nga fuqia e madhe, thot keni shkue na për kodrat, na për malet, e keni bu pallate, keni bu shtëpi luksoze, nga ajo vetëm se keni pas qef me u lazdru. E keni pas sot shembull dukush mundet me ndërtu një shtëpi që është normal shtëpi, që i ka krejt kushtet, ndoshta me 100.000, me 200.000, a i shkon në ndresh me 3 milion, me 4 milion shtëpijen. Pse? Me tregu se këshiron çfarë shtëpie e kanë, e këto qatë që kanë ndregu, kanë bo hajgare, me një fjallë, ti mëse mund është me ndresh shtëpijen me 100.000, 200.000, çka po e ndresh me 3-4 milion.
A ki me flet edhe ti, edhe ai flen. Edhe ai që ka me 100.000 diçmi flen, nisoj, ka borin e kikit. Çka është kjo? Kjo është tepër me bo abeth që thënë arab. Me boe, do thot mu lazdru me shtëpinë, a kupton? E Allah zoti ka thonë, i ka thonën ta'bethun. E thot, tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun, i ndërtoni aq bukur pallatet, edhe aq bukur i ndërtoni sa që mendoni se keni më kon për gjithmonë. Për ata kur e sheh dikush, çat shumë ishte beton, çat që ndreq, çat që e ban atë shtëpinë ti thu se ki kur s'ka me vdek, ka me jetu për gjithmonë në dunjë. E thot ai që mendon me ndërtu vetëm këtë botë dhe mendon për këtë botë, për ata shumë njerëzi kur ti folish për vdekjen s'do me ni. Kur ka dukun vdekje s'do me folim. Pse? Si thot njëri prej selefit, përpara kur ja ki cek muslimanëve vdekjen, ka thonë marhaban bil melekul maut. Mirë se erdha meleku i vdekjes. Kurse sot me vacek thot trishtojnë. A dini pse? Thot se ato atëherë në atë vakt e ka ndërtuar ahiretin, pallatat e xhenetit i ka ndërtuar. E ka thonë shumë leto njëri pini shtëpie, pini qymezit vogël, pini shatorit vogël, pini villet vogël me shku me një pallat madh. Do të thonë shumë lehtë, më thonë lënë çka shtëpinë e vjetër, që e keni pallat madh. Ama në pini pallatit madh ndresh, më thonë lënë çat pallatin, shkote çajo shtëpia e vogël çati, te që meze nuk shkon. E thotë ju e keni ndreq dunjojën, pallatet e keni prish ahiretin. E ata e kanë ndreq ahiretin edhe nuk e kanë ndreq shumë dunjojën. Pse e kanë ditë se kjo dunjë është kalimtare. E Allah ka thonë, a mendoni se i keni ndreq ashtu mirë, edhe ju keni me jetu për sër dhe kur s'keni me vdek? Po ashtu, ato e kanë akuzue me, do të thotë se kjo është mendelet. Ja komi lejse bisefe, ka thonë, o poplem, nuk jam unë mendelet. O lakinni rasulu min rabbil alamin, po jam pengamber i Allahut, pengamber që Allahu është Zoti gjithë botrave. U belligukum risalati rabbi, wa ana lakum nasihun amin. Ja u kumtoj fejnë e Zotit dhe unë jam këshillues dhe besnik. Pse kanë thonë besnik? Se ketë pengambert i kanë akuzu për gënjeshtar. Pengamberi a.s. 40 vjetë ka ardhë pengamber, kur ka ardhë deri para se mi ardhë pengamber, luk e ditë që kanë thirë, sadikul emin, i sinqerti besniku, kur s'ka rejnë. E kur ka ardhë si pengamber, i kanë thonë t'je gënjeshtar, i ka thonë pengamberi a.s. Unë e 40 vjetë nuk kam rejnë, a mas 40 vjetë kam u vërën a vec? Në njeri 40 vjetë kur s'ka rejnë, ata mërë menja mas 40 vjetë kam e rejnë. Të të nësun s'kam rejnë, unë nuk jam aj që rejnë. Wallahi dhe të jam pengamberi Allahut. E këti kanë thonën, ti e gënjeshtar. Ka thonë, jo, unë jam këshillues dhe jam besnik. Edhe nisan qka e kanë basën, se njeri e shef, kur ka fuqi kanë ere, kur jep Allah i të mira, shumë, edhe ka të mira, e harun ahiretin. Bile nuk beson që ka ahiret. Bile thot, jo be kjo dunjoj është, tu jeto knaqu, se të kamet edhe pak, knaqu sa i ri, e thët, zbanve se kjo haram është me pi alkohol, abe knaqu sa i ri. Zbanve me lujt bijos, abe knaqu sa i ri, se njerë jetot këtë bot, vdi që edhe më nuk ka kur gjumë o masanena. E që kanë thonë këto, wa idhe, i kër i ka thonë, inne hi illa hajatu në dunja, në mutu, wa nahja. Ka thonë, kjo është një dunjo, jetojna, vdesna, edhe me ketë sosët këtë punë. S'ka më kur gjahiret, nuk ka më kur gjumë në tona. A i ki po të ne që ka thëjnë musliman është, thot kush ka ardhë pja gjithë në kalzoje neve se ka xhenetet e xhenem. A ka ardhë kush në kalzoje? Para menon, nëse e thot muslimonit që këtë punë, ki ka o është bo qafir. Mundet me ka push zbardë me ne gjithë ditën. Mundet edhe më ardhë me të spinë dorë në gjami me netën. Nëse thot kur gjon s'ka pja gjithë, s'ka kur gjon, ki ka dalë pi feje. Pi degave të imanit është me besu ditën e ahiretit, xhenetit dhe xhenemin. Nëse thu që s'ka ditë ahireti. Lene me këto palavra, kina murin gjallë, basi të banën e pluhën, ketë, hinë varë, shko që lene një varë, asë si kanë metën e eshta copa, abo ketë. O ju hije, o hije ramima, ka thonë, ka me më gjallë që ketë, e ka ma njëni për mushikve një eshër, kër i ka thonë, për jam isëm se pasit të dëvdesna, dëri gjallë, dhe të dalna para Allah të zërin, e ka ma një eshër edhe e ka shtridhe ta, u ka boha jo pësi pluhën, ka thonë, qëtu kur të bohët pluhën, Allah azza wa jalla thot, a e haroja i krijimin se ne e krijuam para se më konë që kjo eshtër. A është rand për neve me e kriju edhe njëherë pasin që ne e kina kriju? A e ki pa i që ka ndresh një model të kerave. Nështë e i ka shku pak kota nëzire modeli. Mi thonë, hajde përzditi hazër e ka mosrën. Edhe pse shembulli takon Allah azza wa jalla më të mirë. Thot, pasi të bona plun, ti hiç pa u konë plun Allah të ka kriju. E kur të bosh plun, minon që i maran kam
s'ka më të kriju Allah azza wa jall. E nëse atër që falësh, e që agjeron, e që i ban punë të mira, çka ka ajo dobit e ti nëse ti nuk e beson xhenetin dhe xhehenemin, nëse s'ka ahiret? Atër pse i ban këto adhurime? A adhuron Allah azza wa jall? A adhuron Allah azza wa jall? Largohet për gjunohave që me hinë xhenetin e Allah dhe mu mbrojt nga zarmi i xhehenemit. E nëse s'beson në ahiret, nëse s'beson në ringjallje, atër nuk ka domethënë dobi kjo. Pastaj sikur këtë pejgamberëve i ka thonë ti që e ban këtë punë ti lip parë me të paguajt diçka. Ka thonë ja qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani. Ka thonë o populli jam, nuk dua un pagesë. Allahu është ai që më shpërblen, që më paguon mu Zoti që më ka kriju mua. Për ata shumë njerëz që i kanë thirr pejgamberët kanë menu se ato lipin të jenë mbretër. Për ata Abdullah ibn Ubej ibn Seluli ka qenë kryetar në Medinë, ka qenë njëri i ngritur, ka qenë njëri poet, ka qenë njëri shumë i aftë. Edhe kur ka ardhur pejgamberi alayhis salatu wassalam, i pari munafik, koka i munafikëve që u ka bë zullum muslimanëve, ka qenë Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. A dini pse? Se ati thot ja Rasulullah, mëse i thojnë sahabët. Ja Rasulullah, mëse ja zë për të madh Abdullah ibn Ubej ibn Selulit. Thot se ne gratë tona kishin qëndisën kurorën. E pat mi pregaditën Medinë që kitë botë mbretin Medinës. Mirë po erdhe ti me i thirr njerëzit në fe dhe erdhën u banën këtë fetar musliman, edhe pas se ti u forcove dhe u bë shteti islam, se si shkoi pejgamberi alayhis salatu wassalam në Medinë, si boni hijret, më një herë çka ndodhi, u bë shteti i parë islam në Medinë. E çka bën është nuk kishte fuqi, çka u bë munafik. Ai s'do kemë u bë musliman. U bë musliman me qëllim ti bëje kurth, i bëni kurth në Uhud, i bëni kurth ajë kurth, mos po vrat pejgamberi sa e po bëhet prap ki. Ka thonë oj dërguari i Allahut, mos e ki derse ki çka i bën këto xhona, i bën pi xhelozie si ki ka dosh bëhet mbret, e si ki arti ti e morën mbretërinë. Pejgamberi kur ka ardhur në Medinë se ka pas qëllimin të bëhet mbret, ka pas qëllimin i thirrë njerëz në fe. Mirë po njerëz akuzojnë se njëri kur do t'i thirrën fe ka ardhën për interes me marrë dhe një post, dhe një pozit, apo dhe një par, apo dhe një pages të madhe, ka thonën, nuk du unë pages për juve. Kur gjo, po shpërblimin e lipit e Allahu Azza wa Jall. Pastaj, ju ka thonë popullit vetë, pasti që ju nuk e pranin e fejen, atëherë do t'ju sfidoj. Do t'ju sfidoj keta, përshë sa të fortin ju. I një të mëdhej ka 100 metre. Hajde ketë ju mbledhën një bashkë, edhe nëse mendojni që i mujni me mbot diçka, hajdeni të une edhe mbytën me mua. S'kini me pas mundësi me mprejk me dorë. Pse? Se ka thonë unë e kam Allahun, e kum dëshmu në Allahun, se Allahun ka me mbrojt. Për me gjitha jo fuqie e madhe, gjitha të njerëzit të mëdhoj, se një kanë bo asë një sent Hudit a.s. Deri i kanë thonën, walau la rahtuke, la rajamnak. Si kur më shtikon familja jote, Ohud, ne kishtë me të gërzu tije. Që i ka thonën, që familjen teme të një anësh, s'ka lidhje familje ime, unë jam me juve, që unë e vetë, unë e vetë me ketë juve, se një kanë bo asë një sen. E atëherë, kër e ka pa që ata nuk dojnë asë një mënyrë, atëherë thë etet bima të ajduna i në kunte minë sadikin, thë i kanë thonën, atëherë berat dënimin që ti na premton edhe na frigon vazhdimi që Allah ka me pruni dënim. Çka është ai dënimi? Waqad waqa alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab. Dijeni sot kam ju kap një dënim dhe hidhrimi i Allahut ka me qenë mbi ju. Fantadhiru inni ma'akum min al-muntadhirin. Pritni tash dënimin e Allahut, unë bashkë me juve kena me prit se kena me pa. A ju keni mu dënue, unë kam me shpëtu, apo mu ju keni me mbytën edhe ju keni me shpëtue. Atër ka thonë Rabbi nsurni bima kadhabun, i ngrit dur ki pejgamberi Allahut, thot o Allah, ndihmon nga këto që më përgënjeshtrojnë dhe këta e kërkojnë dënimin, atër bërë ative dënimin, e thot dënimi i këtire, do të ishte një thatësie madhe, pas një thatësies madhe dhe një vërshime madhe, edhe vërshime e madhe dhe era e madhe, i shkatron këta e nesër, me lejnë Allah, jo nesër e kena hoxhën Ibrahimin këto që dhe natë në vëzave në soje, gjumon është ditë e gjumon, shtunën, do të vazhdojna pjesën e ditë të Hudit a.s. se si janë shkatru, me qëfar llojit shkatrimit, këta njerëzit më dhej, a kanë mujtë mu shkatru, i ka shkatru Allahu Azza wa Jall dhe ju ka pru dënimin, dhe të shohim në dersin e arshëm, me lejnë Allah Azza wa Jall dhe të shpjegojnë në disa detale, Allah i shpërblet.